Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi në emisionin e radhës Aromë Shkodre, me dëshirën më të madhe që dhe sonte t'ju kënaqim me të ftuar shumë interesant, mundohemi t'i gjejmë shumë pikant, shumë të veçantë, shumë herë sjellim edhe personazhe që ju nuk e keni parë në mënyrë publike në media dhe këtu qëndron gjithë bukuria, sepse kur e shtohet edhe më shumë. Megjithatë, një pjesë e teleshikuesve nuk janë shumë të qartë se ç'është yoga, cilat janë përfitimet e saj dhe ne prandaj kishim një mori arsyesh për të ndërtuar një emision. Pra, ka jogë në Shkodër? Patjetër që ka. Si veprohet me jogën, çfarë disiplinë është dhe cilat janë përfitimet e saj dhe si mund ta ndjekim në fund të fundit. Pra, nëse marr një informacion të plot përmes emisionit Aromë Shkodre, shumë mirë mund të bëhemi pjesë e këtij kursi. Për të folur për jogën në Shkodër, unë kam ftuar një vajzë mrekullueshme, e cila nga viti 2023 ka lënë Italinë dhe po jeton përfundimisht në Shkodër. Aurora Kopliku, mirë se erdhe në emisionin Aromë Shkodre. Mama, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi, bile unë ndjej akoma atë mirësinë e zërit tënd që krijon një raport shumë të mirë me bashkëbiseduesin dhe kam përshtypjen se edhe të gjithë teleshikuesit do t'i hipnotizosh sot. Ka të bëjë shumë timbri i zërit me cilin ne komunikojmë ose do Zoti ta jep një dhuratë të tillë dhe ja që ti e ke. Vjen për herë të parë në emisionin Aromë Shkodre, por jenë ato 2 vitet e para dhe me vetë Shkodrën që po ambientohesh. Po, e vërtet. Dhe thuhet që kush vjen nga emigrimi, thuhet, po unë e kam provuar vetë në fakt, kush vjen nga emigrimi 2 vitet e para i ka shumë të vështira. Janë duke qenë të vështira këto 2 vitet e para për ty? Sigurisht që po. Po, ka të vështira. Disiplina yoga ma ka ekuilibru këtë ndjesin. Shiko, nuk më kishte shkuar mendja që ja shiko, ti ke kthyer armën tënde më të mirë, e kthyer në shërbim vetvetes një herë ndatë parë dhe je ekuilibruar në këtë drejtim. Mirë, unë them të prezantoj pak të teleshikuesit, se nuk të njohin. Pra ti ke një grup grash, vajzash, të cilat i ke besniket të tuat për më shumë se sa një vit. Dhe është ky grupi që të njohin, miqt, ashtu siç më sinjalizuan dhe mua, shiko, më tha Alma Bazdari, më tha, shiko, Aurora Kopliku është një vajzë që ka ardhur nga Italia. Po se shikoj se është personazh shumë i veçantë. Edhe unë aty më lindi kurreshti, kështu që gjerasin përshëndes dhe Almën nga studioja e emisionit Aromë Shkodre. Të paraqesim një reportazh të vogël që e kemi realizuar me shumë dashuri pak ditë më përpara. Është realizuar në një obor tradicional shkodran, ndryshe i thonë obor i Finit ose i familjes Ljarja. Se bëjmë yoga në një ambient të tillë, kaq të mrekullueshëm nuk ma kishte marrë mendja, por me sa duket ky qytet ofron surpriza pafund. Në reportazhin ne do të paraqesim në mënyrë të përmbledhur vetëm sekuenca, pra nuk është një orë mirëfill të joge e plot nga fillimi deri në fund, po sekuencat e saj le t'i paraqesim në emisionin Aromë Shkodre, ku brenda do të gjeni edhe një biografi të vogël ku na e prezanton Aurorën me fotografi, me informacione. Kush është Aurora Kopliku? Ndjekim materialin. Aurora Kopliku, vajza shkodrane me një elokuencë në komunikim, njose e shkëlqyer e jogës, për të cilën ajo studioi dhe sot është trajnere e kësaj disipline, e cila gjithnjë më tepër po një përhapje në botë, edhe pse në Shkodër ende nuk është përqafuar masivisht. Edhe pse vëmendja sonte do të përqendrohet tek yoga dhe ushtrimi i saj në Shkodër, le të japim pak të dhëna për Aurora Koplikun. Është lindur në Shkodër, por në moshë fare të re emigroi në Itali për një jetë më të mirë. Fillesat e studimeve të saj nuk u orientuan që në fillim për jogën. Pasi përfundoi gjimnazin 28 nëntori në vendlindje, ajo nxitur edhe nga një dëshirë e hershme në nënës së saj, përfundoi fakultetin e shkencave politike në Universitetin e Perugias në Itali, qytet në të cilin kreu edhe masterin për administratë dhe shkencat qeveritare në vitin 2015. Por një aksident për të cilin Aurora do të rrëfehet edhe vetë gjatë bisedës në studio, do të ndryshonte rrjedhën dhe orientimin në jetën e saj. Në korrik të vitit 2023, ajo diplomohet instruktore e gjimnastikës yoga në disiplinën aktivitete sportive gjimnastikore që synojnë shëndetin dhe fitnessin në breshjat e Italisë. Këto studime 2 vjeçare u shoqëruan edhe me marrjen në një masteri. Mëteja e do të kryente stazhin në ADISU, Agjencia për të Drejtat Universitare, Umbria, Itali.
Lo Zaino, shërbimi i konsulencës psikologjike dhe mbështetjen studimore për të rinjt universitar, ofrimi i një asistencë të plot për të rritur ndërgjegjësimin dhe zbatimin e projektit në lidhje me aktivitetet orientuese. Angazhimet e saj në disiplinën e jogas janë të pafundme, me syre përmendim në Universitetin e Perugjas, Itali, aktivitet bashkëpunimi në mbështetjen e studentëve Erasmus, si dhe konsulenca e organeve pjesëmarrëse, operatore e mirëqenies sociale, kopshti parashkollor Bonemerse, Itali, ndihma dhe përkujdesja një nxënëse shumë të bukur me aftësi ndryshe, autike. Instruktore i gjimnastikës yoga për stafin e BKT-s, Tiranë, Shqipëri e të tjerë. Aurorën do ta konsideronim një profesioniste e motivuar dhe e vëmendshme ndaj nevojave të njerëzve që rrethojnë, bile edhe ndaj të vegjëlve, me vullnet të fortë, por në të njëjtën kohë e ekuilibruar, e gatshme të përshtatet rregullave të reja. Sot Aurora, dhe pse është kthyer në Shkodër prej vitit 2023, duke lënë pas jetën në Itali, ka arritur të krijojë shpejt rrethin e saj shoqëror dhe kjo fal jo vetëm aftësive komunikuese, por profesionalizmi që shfaq. Me grupe vajzash dhe grash të profesioneve të ndryshme, ajo zhvillon orë mjaft cilësore të jogas, të cilat kanë pasur rezultate pozitive të këto. Dhe kanë qenë pikërisht këto rezultate që do të na shtonin kurreshtjen për të asistuar në një nga orët e saj të ushtrimit të jogës. Ne do të zgjidhnim një ditë në natyrë në qytetin e Shkodrës, të cilën do t'u arrëfejmë më pas. Pasi ram në kontakt me instruktorën apo trajneren e jogës Aurora Kopliku, zgjodhëm ta ndiqnim në një nga orët e saj të zhvillimit të mësimit me kursantet, gra apo vajza, që janë bashkuar kësaj disipline me plot dëshirë. Ajo sapo ishte kthyer nga organizimi i disa orëve të mrekullueshme të jogës në Theth dhe nuk donim t'i ndaheshim natyrës. Vërtet që do të ishte pamundur të riktheheshim për filmime në Theth, por nuk do e besonim se krejt afër qendrës së qytetit të Shkodrës do të vijonte të ekzistonte në këtë gjendje kaq origjinale, obori dhe shtëpia e familjes Larja. Kemi qenë këtu 15 vite më parë për realizimin e një interviste dhe vum re që gjërat kishin mbetur të pandryshuara, kjo dhe fal vullnetit të mirë të Finit, të zojës së shtëpisë, e cila me fanatizëm e ka ruajtur këto bord tradicional edhe në 2025-ën, të pandryshuar si në kohë të vjetra, e ku ka më mirë se të zhvillosh një orë yoga pikërisht në këtë ambient. Këtu takohemi me zonja të profesioneve të ndryshme, por ajo që i bashkon është dashuria për jogën dhe vlerësimi që kanë për dobit e saj. Në yoga, unë dolla sepse kisha një deformim në shtyllën korrizore dhe më këshilluan që në yoga Mund të ndikonte për mirë. Të ndihmon, po, të ndihmon. Ishte këshilla e mjekut apo përgjithsisht ne bëjmë të gjithë si doktor, a kupton dhe themi shkon në yoga? Jo, ishte këshilla edhe e mjekut, si të thush, jo me përdor shumë gjëra fizike shumë të forta, si më thonë. Dhe e gjeta veten në yoga. Në këtë gjë. Në këtë gjë. Ti kishe dëgjuar më përpara për yoga? Kishe dëgjuar. Ka qenë i mjaftueshëm gjithë informacion që ke pasur më përpara? Informacioni ka qenë i mjaftueshëm, se kam lexu, kam studiu, si të thush, dhe më ka bërë mirë. Kam një vedin mirë, përveç fizikisht. Nuk në mënyrë rastësore, si që kemi ne, shkoj një shoqja ime, ajo më mori më vete dhe i shikoj përfitimin mrapa. Pra ti lexove, mori informacion dhe erdhe. Dhe erdha këtu. Sa kohë që e ndje kursin? Unë kam 1 vit e ca që e ndjeku kursin, njihem shumë mirë, si fizikisht, por edhe në gjendjen shpirtërore, shumë mirë. Pra ka përmirësime edhe në fizike edhe në anën shpirtërore. Doja sugjeroje grave të cilat mendojnë që çfarë yoga, ke parasysh që shikojnë pak me paragjykim, nuk kam kohë për të humbur, thonë, apo gjëra të tilla, dhe nuk i din benefitet që vijnë duke u marrë me yoga. Ne kemi pak paragjykime, por unë duke pa këto përfitime që kam pasur në trupin tem, i sugjeroj të gjitha shoqeve moshës time që të vinë në yoga,
se do ndjehen shumë mirë. Benefitet janë jo të menjëhershme, por vinë gradualisht nga etapa në etapë. E shijove sot në boarding Shkodran këtu të familjes Larja, burr të ndryshe nga herët e tjera. Patjetër. Gjithmonë natyra këtu është gjithmonë yoga, natyra është që t'jep një kënaqësi, t'jep oksigjen, t'jep liri, t'jep gjithçka. Me Aurorën kishe njohje më përpara apo jo? Sire në kontakt me të? Aurorën njohita nëpërmjet koleges time. Okej, pra ju a sugjeroj dikush. Keni besim si instruktore? Patjetër. Si natyrë çfarë ka ajo Aurora në Shqip? Aurora ka një natyrë shumë fisnike, është e dashur, të inkurajon, është e ëmbël në gojë dhe që të thush, është gjithçka. Si profesioniste? Patjetër si profesioniste. Është shumë e mirë, shumë e talentume. Por para se të prezantojmë në mënyrë të përmbledhur një orë mësimi yoga në natyrë, le t'i japim përgjigje pyetjes. Çfarë është yoga? Yoga është një emërtim në filozofinë hinduiste që tregon tërësinë e teknikave trupore apo mendore, të cilat lejojnë bashkimin e trupit, mendjes dhe shpirtit me Perëndin. Kushdo që ndjek ushtrimin e jogës quhet yogi, apo yogin, gratë quhen yogini. Yoga është një prej 6 shkollave klasike të quajtur darshana. Format e jogës janë të shumta e të ndryshme dhe shpesh kanë filozofinë dhe ushtrimin vetjak. Trupi ka nevojë për sasinë e duhur të ushtrimeve fizike për të qenë i shëndetshëm dhe e sheh jogën si praktikën më të mirë. Në realitet nuk është vetëm ushtrim fizik, siç e njohim në Perëndim, por është shumë më tepër. Fjalë për fjalë do të thotë bashkim me qenjen supreme ose bashkim të egos me veten hyjnore. Është një disiplinë kryesisht shpirtërore, një art, një shkencë që ofron metodologji praktike për të kontrolluar trupin dhe mendjen. Qëllimi është të t'i sjellë ato në ekuilibër dhe kështu të lejoj meditim të thellë. Yoga punon me energjinë e trupit dhe bazohet në 2 aspekte themelore. Pranayama ose frymëmarrja dhe asanas, pozicionet. Duke kontrolluar frymëmarrjen, mendja mund të qetësohet dhe të arrijë gjendjen më të lartë të ndërgjegjësimit, ndërsa përmes pozicioneve trupi rikthen harmoninë, rrit fleksibilitetin e kyçeve muskulore, tensionet shpërbëhen dhe sjellja përmirësohet. Si praktikohet yoga? Yoga duhet të praktikohet me stomak bosh para mëngjesit ose para vaktit të fundit të mbrëmjes, duke pasur parasysh që muskujt janë më të ngurtë në mëngjes dhe më të relaksuar në mbrëmje. Nuk ka nevojë për vende apo pajisje të veçanta, vetëm një hapësirë e vogël në dysheme ku mund të uleni. Është e rëndësishme ta praktikoni në vende ku jeni të sigurt se nuk do të shqetësoheni, pa nxitim dhe me përqendrim. Rekomandohet veshje e rehatshme, pa aksesor që mund të shqetësojnë ushtrimet dhe mundësisht të zbathur. Mesatarisht 15 minuta frymëmarrje dhe 15 minuta pozicione janë të mjaftueshme për të arritur sasinë e duhur të ushtrimeve ditore. Sot bëm një orë yoga. Të pash nga fillimi deri në fund, pash edhe zonjat e tjera, kuptoj që e kishin një lloj eksperience. Pra unë këtu kam të bëj me grup të sprovuar, për të gjithë teleshikuesit, sa kohë ke që jeti në yoga? Unë kam më pak se një vit, por jogën e kam njoft para se me njoft Aurorën, dhe jam që me njoft Aurorën, pasioni për jogën. Çfarë rethanash kemi ne në Shkodër për të njohur jogën? Ka kurse paralele apo si? Jo, nëpërmjet internetit, dëshirës për me njoft. A gjithmonë të ka tërhequr si sport? Si disiplinë. Si disiplinë. Pse ta sport edhe unë? Në fakt unë e kam menduar, të jem e sinqertë. Di se kam menduar? Domethënë se nuk kam asistuar asnjëherë, si shumë të tjerë, besoj. Po, mendova se hapem duar kështu si egjiptianët. Bëj edhe një herë kështu dhe aq. Domethënë nuk e dija që ishin ushtrimet mirëfillta dhe ti shumë mirë përmendë fjalën disiplinë. Këtu kishe disiplinë. Ushtrimet që bëheshin shumë mirë nga gratë dhe vura re që plastika e tyre ishte perfekte. Po, e vërtet është në momentin e parë që njifesh me jogën të duket diçka shumë elementare, por sa më shumë thellohesh e kupton që është një rregull, një disiplinë e përhershme që të ushqen.
Po. Zonja më përpara tha kisha një problem me kolon dhe prandaj erdha. Ti kishe ndonjë problem apo thjesht është asgjë, po një formë e mirë fizike që mbajmë? Po, ishte për dëshirën time të fërmarrje, sepse shpeshherë mundohesha me bë sporte, gjana dhe hasha vështirësi në fërmarrje. Atëherë nuk kuptosha se nuk isha të unjime me frymë. Dhe yoga fillan nga kjo, nga frymarrja. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ta rregultojmë. Në çdo sport, në çdo sport. Deri në katë të dytë ngjitemi nga herë te pallati dhe bëjmë marrim frymë. Kështu që kjo ishte domethënë, edhe masonaj fillojnë edhe pjesa tjetër, të cilën nihesh më elastike, ke lëvizmëri më të. Po dhe nga ana mendore kam përshtypjen, nga ana shpirtërore ke arrin një ekuilibër kam përshtypjen. Ajo është mirë që në këtë realitetin tonë të ashpër shqiptar e kemi të nevojshëm. E vërtet. Nihesh në ekuilibër me vetin tënde. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka gra që thonë, jo më po pse po shkojnë yoga, po shkojnë palestër unë. Domethënë dhe atje shkon nuk e di as vetë ajo se për çfarë shkon. Unë tham që asnjëra nuk është e keqe apo e mirë a priori. Ajo që të përshtatet ty është më e mira, besoj. Secili ta gjejnë vetin ta bëjnë diçka që nihet mirë. Ju tha që keni një vit që jeni këtu. Po. Një familjare, më falë që të pyes, pra ke dhe angazhime të tjera për të bërë. Të del koha aty tani, sepse gratë o sa ankesat i kanë. Do me thënë, del koha për të bërë punët, për të shkuar dhe për të ardhur? Po, është qëllimi që i kam vu vedit, që me u kushtu, sepse normalisht nëse përfshihemi në punët, në jetën e përditshme, nuk gjajmë kohas për vedi. Kjo është pjesa që ja kam dediku vedit edhe jam e lumtur që e kam bërë këtë zgjedhje. Kur ti e deklarove në familje, unë të shkoj në yoga, ke parasysh reagimet e shqiptarëve ku do shkosh ti? Po banë në shtëpi. E hase këtë klimën, do me thënë që tani... Po pse se banë në shtëpi ti, tha? Pse se banë shkurt ata? Kishte hallin e lehve apo kishte hallin e kohës? E kohës impenjimit. Por në shtëpi nuk arrin kurrë me u përqendru, edhe nuk e ke kontaktin me zyshen, me zanin, me tingullin që të vjen nga instruktori. Po një të vërtetës që në takimin e parë me Aurorën, Aurora ka një zë shumë të ëmbël, shumë qetësues. A mendoni se persona që marrin rolin e instruktorit duhet kenë ca dhunti kështu, që ja fal pak edhe zoti ose edhe i stërvisin gjatë të kurseve që marrin? Unë nuk kam njoft shumë përsërisha të jogës, po me Aurorën ka pas gjithmonë një amëlsi, qysh në fillim, takimin e parë, domethënë të lidh tingulli i zanit, mënyra e saj e të sjellunit, të afron, edhe të duket sikur është gjaja përshtatshme për Aurorën me bë disiplinën e jogës është adapte për të, sepse ja del mos mirët.
Ja, pra ky ishte reportazhi që ne kishim përgatitur. Shikon sa lezet kishte, e kemi ndjekur me kënaqësi më të madhe dhe unë kam thënë, sidomos asaj Angelës, si premtova që unë do vi dhe do bëhem pjesë e kësaj joge, sepse Angela me shoqjet e saj mua më kanë befasuar në mënyrë se sa mirë bënin yoga. Ma ndryshuan totalisht konceptin që kisha për jogën, sepse unë kam menduar se yoga është të rish, të meditosh dhe të bësh. Ishin gjimnastike mirëfillt. Dhe gratë kishin përfituar nga kjo ashtu siç e kuptua dhe nga intervistat e tyre. I marrin gjëra me radhë pavarësisht entuziazmit tim që isha në yoga dhe ta pyesim Aurorën, po Aurora vetë si u gjen në yoga, pasi ajo ka përfunduar për shkenca politike. Po. Rrugtimi jem tek yoga vjen nga një aksident që une kam pas me biciklet në Itali para 5 viteve. Por aksidenti ishte ma shumë si një senjal për mu ndalu, për me marrë kohë pra për veten, sepse nëse nuk jemi ne që ndalojmë veten, atëhera një fenomen natural mund të ndodhin për ty. Në këtë rast, për mu ka kënë pra aksidenti me biciklet, ku une pata një tendinen, jo thyrje, kam këput tendinen, sovraspinato, dhe nuk e kuptu me realisht fill se që kishte noll, por mbas disa kosh, atëherën une nuk arria do të me që ma krahun ma shumë se kaq. Dhe pastaj pat me një ndërhyrje, ishte pak e vështirë në atë periudhë, se ka nollë në 2020-ën, ku ka kënë edhe periudha e Covidit, po, por une pata besim, sepse nuk ishte drejt që një vajzë e re, pra si unë trija me krahun dhe kalova përtej njësis të Covidit, ndaj operacioni shkoj me rezultat shumë të mirë. Rekuperimi mrapa ka qenë tepër i vështirë. Rekuperimi ka qenë tepër i vështirë dhe... Sa kohë ju desh që të rekuperosh? 6 muaj pothuajse. 6 muaj pra që ti ke qëndruar para shumë në shtëpi në lëvizje të reduktuara? Po. 3 muaj me fizioterapi, por pastaj edhe me praktikën teme edhe në shtëpi, atë ushtrimet e përdiqme cilat i kam ba me rregull. Dhe kjo ka qenë periudha që u lidhe me jogën? Nuk ka qenë realisht kjo, por një senjal që të qanë të aja rrugë nga vështirësit pra cilat në ndihmojnë. Po, ndihmojnë vështirësit në herë, situatat vështira, në duket sikur na vjen nga një zë ndonjëherë, një zë që na thotë që shiko, do ishte mirë ta shikoj kështu realitetin e ri në cilin ndodhesh, apo jo? Realisht po, realisht ajo është synimi, po ngjarjet erdhen në mënyrë të tillë. Në fillim, pra kur ne hasena me problemet një gjendje konfuzionale apo dëshpërimit apo dhimbjet, janë emocione cilat ne provojmë ndjesi frustrimit brenda nesh. Kjo mbani pastaj mu lidh me disiplinën yoga nëpërmjet rastësive në internet. Ishte edhe pak rastësi. Ishte rastësi. Ishte dhe rastësi, jo e patjetër që ishte rastësi, absolutisht e paramendume, po kur ti në një fazë dëshpërimit ti kërkon mandej pështim. Po, shumë e vërtet. Ti kërkon atë pështim. Mu më erdhi nëpërmjet kësaj disiplinet dhe unë mandej që kam lind për me ba i këtë disiplinë.
Që e vogël jam marrë me gjimnastikën artistike. Okej. Pra, ishte edhe një gen që flinte tek ti dhe që kur patjetër. paraqiten këto rastësi të bukura, veçanta pavarësisht se ndodhin në situata vështira të jetës njeriut, po sa mirë kombinohen. Dhe ti përfundove akademin për yoga, pra ti ndoqë edhe 2 vite akademin. Po. Këtë pata si rezultat pasi unë fillova në mënyrë autodidakte. Nëpërmjet yoga, delemani, janë disa ushtrime me duar që praktikohet dhe nëpërmjet meditimit. Pasi disiplina jeme nuk vjen nga pozicionet fizike, si që shohim tek sot në përgjithësi pra në televizor apo në rrjetet sociale, por vjen nga një ekuilibër mendor dhe shpirtëror. Pastaj ai pra ne arrim këtë me yoga, Aurora, apo duhet ta kemi para se fillojmë yoga? Se ekuilibrin mendor duhet ta kemi para se fillojmë të merrem me yoga, të arrim apo përdorim yoga për të arritur atë? Disiplina yoga ka edhe janë disa hapa që njeken. E them këtë sepse sigurisht vjen nëpërmjet praktikës ma përpara fizike për me arrit shkallën ma të lartë. E kundërta jeme ka ndodhur pra nëpërmjet ushtrimeve që kam fillu ishtu nëpërmjet ushtrimeve me dur, pasi edhe dur tona mbartin të pestat elementet që gjenden në natyrë. Gishti i vogël uji, gishti i unazës është toka, gishti i mesit është qielli, gishti i tregues është ajri dhe gishti i madh është zjarri. Mudrat në yoga përkthehet gjestet me dur. Nëpërmjet këtyne ushtrimeve pra të duarve, ne lirojmë disa ndjesi emocionale negative, sigurisht. Dhe dal nga dal, atëheran unë hyna edhe në rrugtimin e meditimit, e cila është shkalla më e lartë e jogës, por ushtrimin për cilin isha ma shumë e fokusume e bana me rregull. E bana me rregull, pothuajse për 3 muaj. Dhe kur pata një rezultat benefiqëm. Cilat ishin disa rezultatet? Konkretisht, pra ti fillove ti praktikoje, ti bëje, ti tregove durim, disiplinë, 3 muaj, duke zbatuar ato rregullat me cilat re në kontakt. Cilat ishin rezultatet? Ushtrimin e bana me besim. E para i heran, kur ne hym të kërrugtim, ti hyn me besim. Pasi vetë... besim që do më bëj mirë. Patjetër. Pra unë duhet mendoj kështu para se tutem. Që unë do të merrem me yoga sepse do kem benefite që ai problem që më ka çuar. Po jo pritshmëri, sepse nëse ti pret dhe rezultati nuk vjen, atëherë ti pak zhgënjesh. Po, frustrimi nuk është ndjesi ju e mirë kur ne presim. Besimi jem shkon përtej një ndjesie fizike, pra kur ne besojmë nuk është e dukshme, por e ndhim që kë rezultat ka marrë duke ba unë këtë ushtrim. Yoga ta edukon besimin apo ti e kishe besimin para se ta nisje jogën? Duke lexu ushtrimet, duke lexu patjetër, sepse unë nuk e dija, unë ma përpara kisha një për jogën, por nuk e kam thëdhu dijen dhe para shumë viteve edhe kam praktiku
kam najt të klasa, kam shku 5 herë me praktiku, por mandej kam ik. Nuk kam qëndru sepse nuk isha pa tjetër. Sepse nuk isha gati për atë disiplinë. Si e provojnë që jemi gati për atë disiplinë? E para duhet lexojmë, sepse pa pritur njeriut nuk mund t'i ndodhë një thirrje që të thotë shko në yoga. Pra ne duhet të bijem në kontakt të lexojmë fillimisht. Pikërisht, pra nëse jemi në një fazë dëshpërimi apo jo pse ti duhesh mund gjenë në atë fazë, varet edhe ti se qa kërkan. Nëse kërkan vetëm një ushtrim fizik për me dimostru, atëherën ti mund të vazhdosh, po nëse ti kërkon diçka më të madhe nga vetvetja, atëherën ti futesh me besim që shumë shpejt kjo disiplinë do t'japin rezultatet. Sigurisht. Ju përmendët të parën dëshpërimin. Pra dëshpërimi, gratë e dëshpëruara janë të rekomanduara më shumë për të qenë pjesë e jogës? Dëshpërimi për sa i përket gjendjes tane emocionale, jo një simptome vazhdueshme që t'i vuan gjithmonë ose ndryshe nga depresioni që thuhet. Pa tjetër edhe depresioni është një, edhe ankthi është një fazë, edhe që mund të gjenë shumë mirë, më mirë zgjidhjet e një joge se sa një palestër. Ku në palestër ti merr ndoshta edhe më shumë energji, bëhesh edhe më agjituar, kam përshtypjen, po të shkosh të bësh ushtrime të forta. Ne nuk e di këtë gjap, sigurisht gjitha sportet janë të mrekullueshme për mirëqenien e njeriut. Për mirëqenien e njeriut, për disiplina yoga është e plot pasi punon në 3 dimensionet tona që janë fizike, mentale dhe energjitike, pra shpirtërore, kalon në një dimension më të lartë. Në yoga kemi flitet për disa hapa, të cilat janë 8 hapat e jogas. Këto hapa vinë nga një studim i një njeriu të lashtë, Yoga Sutra di Patanjali. Patanjali ka qenë një njeri shkencëtar si Einstein. Ai ishte një person eksakt për sa i përket disiplinës yoga dhe ka kriju pra këto 8 hapa, të cilat janë yama, që do të thotë autokontrol. Autokontrol do të thotë pra të kemi kontroll në vetvete, t'i japim një drejtim jetës tonë. Dhe niyama që janë 2 më të rëndësishmet, niyama është me pas disiplinë, pra, me pas rregull. Pra yama dhe niyama shkojnë bashkë. Sa po ne vendosim të marrim një rrugtim, ai bëhet disiplinë për ne. Dhe në këtë rast, pra, për shembullin tem, pra unë flas në bazë të eksperiencës teme personale, ushtrimi, pra, vendimi jem në çovi të ushtrimi, dhe ushtrimi i rregullt në çovi të shërimi. Të shërimi. Pra, i ta dyja janë baza. Pastaj vinë tjera që janë azana, që janë pozicionet. Pozicionet që ti i pave. Që i pash dhe që mbeda pa fjalë. Habita dhe se si zonjat që ishin fituar atë plastik, do me thënë unë po e përfituroja atë që po e bonin ato, dhe unë që mendoja se deri diku edhe i bëja, po jo që të rini një orë gratë duke bërë ato ushtrime. Ishin shumë interesante, po i realizonin me përpikmëri më të madhe, janë befasuar shumë. Kur tha kemi një vit, kam përshtypjen që në ditën e parë ato do kenë qenë jo aq mirë sa i kam parë me atë plastik të paparë që i gjeta aty. Patjetër, fleksibiliteti është një nga praktikat që disiplina yoga e bjen
e bjen se me praktikën e rregullt pra ne arrim atë fazë fleksibilitetit. Por kjo vjen dal nga dal dhe nëse ne nuk dorëzohemi apo nuk kërkojmë fill pozën perfekte, rezultati vjen. Po, përmes të ushtruarit dhe gjendjes emocionale, meditimit dhe gjitha këto që arrin. Për shembull, sepse shqiptarët e duan këtë, shiko, do ta bëj yoga nuk po nga se do shëron. Ne jemi të padurueshëm te rezultati. Eksakt. Është një problem shumë i madh i joni dhe ndoshta edhe për këtë kontingjent të teleshikuesve që po na ndjekin, ndoshta duhet të themi diçka, jo t'ia zmadhojmë apo ta mbajmë me shpresë fare. Absolutisht. Po për shembull kur unë Anxhelën po e përmend shumë. Dhe Anxhel do më thonë se më përmendë kaq në emision. Anxhela tha që unë kisha një arsye me kolonën. Po. Dhe kjo është arsye që mua më bën që të vi këtu dhe Anxhela kishte një vit dhe vazhdonte, por ama i kishte reduktuar ndjeshëm problemet me kolonën e saj. Pra janë një benefit që vjen nga yoga, po ka dhe shumë e shumë të tjera. Pra ti përmendje më përpara dëshpërimi, depresioni dhe gjitha këto. Ato janë në anën emocionale, pra duke pas parasysh që nuk punojmë vetëm me aspektin fizik, por edhe emocional. Pra shërim shpirti, të ndryshe për një teleshikues, pra mund të shërohet shpirti me yoga. Po, por si që thamë, duhet të kemi durim. Duhet të kemi durim dhe duke pas parasysh që është një disiplina kërkon rregull, të praktikohet me rregull 2 apo 3 herë në javë, si ta vendosin vetë praktikuesit. A ka një limit, ku duhet ta fillojmë në cilën moshë dhe deri në cilën moshë duhet të zgjatë yoga? Yoga është për gjithë, nuk ka një limit moshet, mund të fillohet si në moshë të vogël, pasi për fëmijët ka benefitet e veta ku i ndihmon fëmijët të ndërgjegjësohen për trupin e tyre, por edhe të kenë koordinim nga njëna anë e trupit tek tjetra. Pozicionet yoga janë asimetrike, pra sepse punohet në të dyja anët e trupit. Atë që bëhet nga ana majt, po atë edhe nga ana djathtë, një lloj. Ndërsa tek adoleshentet është e benefiqshme shumë, pasi mund t'i ndihmojnë ata për sa i përket emocioneve tyne. Sidomos në prag provimesh, edhe universiteti ka këtë problem, sepse kujtoj në vitin 96 patën ardhë një grup që merreshin me yoga dhe na bën një ushtrim në një sallë të universitetit. Teknikë frymëmarrjet? Po. Ata na bën që të mendonim në një moment, sepse ishte gjithë problemi si të shkarkonim emocionet e provimit, që ishte një situatë skandaloze, që stresin e provimit e kam vuajtur edhe 10 vite pasi kam dhënë të gjitha provimet në universitet. Një stres i papar japin provimet, sepse janë të shpeshta, janë shumë, janë të vazhdueshme. Dhe ata na thanë, përfituan në një moment, pasi ishim ulur të gjithë, se ku po merrni një masë ujë nga oqeani, mbani masën e ujit, çdo gjë ishte që ne të krijojmë një bindje, një përfiturim të situatës, dhe ta vendosim mbi kokën tuaj. Po pa urdhrin e tyre nuk do ta lëshonin masën e ujit për të provuar të ndjesin se si do na freskonte në kokën tonë, pra gjitha kjo relaks. Në fakt, ky ishte një ushtrim ku ne kishim kontaktin e parë me jogën, por nuk mund të them që unë mora informacion për jogën, se që është yoga, po vetëm ishte një ushtrim që goxha të tundon. Megjithatë Shkodra, Shqipëria në 96 nuk e ofronte këto kurset e jogës, dhe ja ku jemi në 2023 për të pasur një kurs të tillë në Shkodër. Absolutisht. Unë jam shumë e lumtur që mund me nda disiplinën yoga sot këto. Është pak e vështirë, pasi nuk kemi shumë informacione dhe njerëzit janë, të saktësia e saj, vlem, disa thonë, mos është pak humbje kohë, që është ky meditim, unë e bëj këtë shumë në shtëpi, thot dikush. Ose bilen, në një bisedë që bëra me kolegët e punës, me shaka bashorti, kur ajo i kishte shprehur dëshirë për të ndjekur një kurs yoga, i tha, bëja hyrë te dhoma dhe bëja aty. Domethënë ka një lloj neglizhencë sepse nuk i kuptojnë vlerat e saj, dhe prandaj ndodh kjo. Sepse nuk e kanë provu, por sa po ta provojnë,
unë mendoj që do ta njekin me rregull. Nëse vërtet dëshirojnë me praktiku. Qartë. Aurora, nëse mund të na përmendesh disa raste, për shembull këto gra kanë bërë yoga dhe çfarë kanë arritur? Domethënë sepse kjo ndoshta na nxit pak më shumë. Po. Si i pepra, vajzat rrallën e kalume tek takimi. Po, ato e dhanë dhe opinionin e tyre të reportazhit në fakt, po? Po. Ato kanë ardhë, disa e kanë praktiku ma përpara. Për shembull, Angela e ka praktiku ma përpara. Kanë ardhë disa me probleme fizike, për shembull, përsa i përket nervit sciatik. Yoga e përmirëson nervin sciatik? Absolutisht po. Sepse punohet pra nëpërmjet teknikave jo vetëm fizike, por edhe të frymëmarrjes, dhe frymëmarrja ndihmon pra që të relaksohen ato ndjesi trupit ku janë të ngurta. Pasi mendja dhe trupi nuk janë të ndame, dhe këtë edhe sot shkenca e ka aprovu kur ne ndjejmë disa mendime tek ne që na influencojnë tek frymëmarrja jonë, dhe po ashtu nëse një pjesë e trupit nuk shkon tek ne, influencon mendjen tonë. Pra trupi dhe mendja nuk janë ndame, ndaj disiplina yoga nëpërmjet praktikës synon i këtë bashkimin e tre dimensioneve tona në momentin prezent. Nuk kërkon me na largu nga bota, përkundrazi, na përfshim plotësisht, dhe vajzat kanë pas edhe ndonjëna vështirësi me ernjen diskale, të shtyllës korrizore. Tek yoga pra kena shumë ushtrime. Parti përmendet gjimnastik, por unë dëshiroj të shtoj diçka, pasi ushtrimet të cilat praktikohen në yoga nuk janë vetëm ushtrime gjimnastiket, por janë ushtrime shpirtërore, të cilat shkojnë përtej fizikut. Ne i njohim më mirë trupin tonë përmes yogas, sepse ndonjëherë mbi ngarkohemi nga problemet e shumta që kemi, alarmohemi dhe e tërheqim trupin si një valixhe, sikur na e ka vendosur njëri mbi supë. A mendon se përmes yoga e ka këtë efekt yoga që ne me mendjen tonë e kontrollojmë trupin tonë? Patjetër, absolutisht po. Dhe ai është synimi pra. Dhe këtu hyn teknikat e frymëmarrjes, të cilat i praktikojmë në një leksion yoga. Zakonisht i praktikojmë në fillim ndoshta të leksionit, pasi të sjellim vëmendjen nga jashtë, nëse kemi kanë punë apo kena kanë në një ambient të zhurmshëm, të hysh fill në një studio yoga, kërkon pak kohë e them që të hymë në kontakt pra me frymëmarrjen, me mendjen dhe me momentin prezent. Dhe teknikat e frymëmarrjes ndihmojnë që të lidhim mendjen me trupin. Dhe të ekuilibrojmë energjitë tona pra që gjenden tek ne, energjia femërore dhe mashkullore, energjia e diellit apo e hanës, energjia pozitive dhe negative që është tek ne. Në yoga janë me emrin yin dhe yang, janë energjit e kundërta përplotësuese tek ne,
dhe teknikat e frymarrjes ndihmojnë me ekuilibru. Qartë. Mas me najt as shumë të njëna. Kam përshtypjen që në shkolla është futur yoga, por nuk i vën emrin yoga. Për shembull, nëse mësohet një nxënës në gjimnaz apo 9-vjeçare se si ti menaxhoj emocionet e tij dhe i thon që të bëj ushtrime të tilla, për shembull ti ulesh në një karrige, merr frymë thellë, shtrëngon grushtet fort, dhe pastaj liron ato gradualisht duke nxjerr frymën jashtë, pra kjo bëhet diku te 5 herë, pra servitet nxënësit në shkollë të mesme, se si të mposhtin emocionet që kanë para daljes në publik. Patjetër. Sepse yoga na ndihmon edhe në daljet në publik, pra është shumë plashë benefitet që vijnë prej saj. Përmane ushtrimet me grushtin janë pikrisht pra i ta Mundra Delemani. Unë vetë i kam praktiku. Shi sa bukur kjo gjë. Po. Por në shkollë nuk marrin atë emërtimin që këto janë ushtrimet e jogës. Për momentin unë kam pas mirësin me praktiku në 2 shkolla private deri tash. Për mund të më kishte pëlqy që ta ndaja këtë disiplinë me shumë shkolla dhe sidomos me të rit. Okej, edhe ata për ta është një gjë e re, është një gjë e re, sigurisht nuk e marrin shumë në fillim seriozisht, por kush ka qëndru besnik deri në fund, atëherën e ka kuptu thelbin. Eksakt. E ka kuptu thelbin e asaj, pasi dihet një asaj, jo vetëm një orë yoga, po çfarë do lloj ore që ti bësh, shumë e vështirë që të mbash vëmendjen dhe përqendrimin e tyre. Por ne ka nevojë të yoga, që të disiplinohen në mënyrën se si e mbajnë vëmendjen dhe si meditojnë. Ashtë atë që bjen, sepse disiplina jep vëmendje, jep përqendrim. Parë përmend me hapat, përqendrimi është një nga hapat e 5 në yoga. Flitet për përqendrimin, në yoga quhet pratyahara, që sjell tek meditimi. Sepse nuk mund të qëndrojmë ashtu si shtrave tek përshtypja jote për yoga ka kanë duke vetëm thjesht meditim dhe një pozicion X i caktuar që na vendos ne përballë instruktorës. Befasova totalisht në ushtrimet dhe kam përshtypjen që dhe gjithë teleshikuesit, domethënë në mënyrën se si e kemi përmbledhur materialin, kanë mbetur befasuar se si funksionon yoga. Sepse ato ushtrime që i bëme pra të klasa ndihmojnë të çlirojmë disa emocione të cilat prej shumë kohësh i kemi mbartur mbrëm apo rezultat edhe i jetës tulën, cilat nuk kanë ndihmu pra për me arrit. Unë kam parë shumë njerëz që prej vitesh e ushtrojnë yoga dhe më ka bërë shumë përshtypje eleganca e tyre. Nuk po them tani edhe për ju Aurora, befasia e parë kur ju takova para xhirimeve, por përgjithsisht kush merret vazhdimisht me yoga ka një finesë dhe në linjat e trupit. Ka të rishikuese femrat, kuptohet, që thotë do ndikoj tek linjat e mia yoga? Në përgjithësi e thojnë, patjetër, sigurisht do e formojnë trupin, por kjo kërkon kohë. Kohë. Patjetër. Pra mos u përgatitni për një javë, se shikojnë ato postimet në rrjetet sociale për një javë do humbësh 10 kg, thotë. Jo, nuk ndodh kjo. Jo. Diçka e tillë nuk ka ndodhur. Nuk ndodh me një herë, por rezultatet vinë. Rezultatet vinë sigurisht. Nuk vinë fill tek dobësimi, por tek modelimi në fillim të trupit. Duke e vurë repra, po, patjetër. Po shiko, unë kam përshtypjen se ti mund të marrësh një X ilaç të caktuar për të humbur peshën dhe e bën atë gjë. Po ti nuk e fituar kulturën e humbjes. Dhe duke u marrë me yoga, ti fiton kulturën për ta mbajtur pasaj atë formë që arrin dhe përmes praktikimit, sepse është një sport që ti mësohesh psikologjikisht ta ushtrosh vazhdimisht. Nuk shfutesh dot kollaj. Një kohë që e ki fillu, ajo bëhet për ty
Stil jete. Patjetër. Stil jete. Bëhet një stil jete që ti e kërkon. Prandaj quhet disiplinë, sepse kur marrën motivimi, atëherën hyn disiplina. Disiplina pra që dal me thanë që ti ki me bë atë gjë edhe kur nuk ke dëshirë me bë. Po, ja këtë, të bëhet edukat. Eksakt. Pjesë e sjelljes tënde. Po. Po kjo ka atë të mirën, se nuk është një edukat e mundimshme, po është një edukat shpirtëror, një ekuilibër, atë që kërkon të kultivoj yoga. Ushtrimet kërkojnë përqendrim dhe kërkojnë pak sforcë. Është vështirë në fillim sforcë, ka. Fillimi është i vështirë. Patjetër, ashtu ka kanë edhe për mua, sepse nuk përqendrohesh dot mirë. Jo sepse nuk u përqendrosha, por për shembull te akademia jeme që në Brescia, që kam studiu në Brescia, në fillim më vunën siklet vajzat, sepse ato ishin shumë brave. Pasi në yoga kemi dhe emrat, çdo pozë ka emrin e saj përkatës. Dhe kjo pra që me arrit edhe une atë... Mund t'ju mundoj pak kur shikoni në pjesë të kursit, gra që ka një vit dhe ju sapo keni nisur, po është mëse... Eksakt. Ritmet kapen shpejt të ushtrimeve, pra... Patjetër, dhe sidomos kur ti shef benefitet mandej dal nga dal të këti, ti harran edhe tjerë që ki pranë tejet, sepse je fokusuar tek vetja jote. Megjithëse unë pash aty një ambient dashamirës, gra që ndihmojnë njëra tjetrën, janë si një familje aty dhe më bëri shumë përshtypje. Kështu që edhe nëse do zgjidhni të shkoni në yoga, ju do gjeni një familje shumë këndshme që i kurajojnë dhe imunitet. Ky është synimi jonë, një komunitet. Komunitet yoga, ku në realitet nuk jemi të ndryshëm nga njëri tjetri, por jena me të njëjtat ndjesi, me të njëjtat emocione, me të njëjtat pritshmëri, dëshira, gjë që mund t'i arrijmë përmes jogës. Duhet shumë për të folur për jogën, por sa të pak i kemi ngacmuar që ky informacion që është marrë këtu, okay, ju ka ndihmuar, të tjera mund t'i klikoni rrjetet sociale, interneti sot do ofron mundësira pafund për të mësuar më shumë rreth jogës. Por ajo që ne synojmë me emisionin Arum Shkodër është që ja po ju ofrojmë një mundësi shumë të mirë për të marrë me yoga. Pra ju po e merrni informacionin, por ku do ta zbatoni se gjithë problemi këtu qëndron. Dhe një kurs i mirëfillt ekziston në Shkodër. Aurora si funksionon? Si mund të regjistrohemi në kurs? Si kontaktojmë me ty? Unë jam e disponueshme edhe në rrjetin social në Instagram, shpesh aty publikoj me emrin Yoga Aurora. Okej. Pra në Instagram mund të klikojnë Yoga Aurora dhe besoj përgjigjesh me njëherë, merr në konsideratë çdo shkrues, po? Patjetër. Dhe nëpërmjet numrit telefonit në WhatsApp. Kursi ku zhvillohet? Kursi e zhvillai në Perash, tek struktura e prindëve të mi. Okej, pra një ambient tuaj në privat? Po. Dhe janë kurset dhe klasat, stilet që unë praktikoj, pasi në yoga ka stilet ndryshme. Ato të cilat unë praktikoj janë Vinyasa yoga dhe Hatha yoga. Janë dy stile ndryshme, por gjithse cila ka e bashkon specifike, por ajo që i bashkon të dyja janë teknikat e frymëmarrjes që nuk mungojnë në leksione. Janë me orare, praktika zgjat 1 orë, dhe sa herë në javë mund të bëjmë yoga? Kena një thanje në yoga, ku pra, thanja e parë që me mujt me kuptu disiplinën dhe nuk është pra një recet. Nuk është një recet, por është një praktik e rregullt dhe thojmë që
prova dhe pastaj ti e nin. Po, nëse mund të bësh pjesë e jogës apo jo, pra ne jemi këtu fakultativ ose liberal në faktin që dikush vjen, e provon, e shikon veten, nëse e gjen veten në këtë lloj disipline, kuptohet që ne e thamë që në fillim që fillimi është shumë i vështirë një herë, domethënë prandaj mos nxirrni konkluzion të menjëhershëm, isha një ditë, por provoni të shkoni 2-3 seanca, derisa ta kuptoni, të komunikoni me shoqet, me vetë Aurorën për dobit, për vlerat e jogës. Ndaj thojmë indago jo jashtë vetes, jo duke në aspektin intelektual se çaj ka sjell tjetrit, por indago tek vetja jote, një kohë që ke praktiku qallin tek te. Jo vetëm fizikisht, se ndoshta ti për shembull në fillim do kesh pak dhimbje, po është normale, ke vu trupin në funksion, ke vu në veprim. Pra ke dalë nga rutina e përditshme të ke ardhur për të shëruar në fundit. Shërimi vjen. Shpirtëror dhe fizik. Shërimi vjen. Është e sigurt që kjo vjen. Është e sigurt. Është e sigurt. I serën të gjithë e shikuesi pra në Instagram, Yoga Aurora, ja ku keni instruktoren. Sepse mund të kemi parë instruktor, por e kam të dyshim të arsimimin e tyre. Kemi të bëjmë me akademinë që e ka përfunduar për yoga në Itali. Ka një komunikim perfekt. Nuk e di nëse ndjet edhe ju aty te shtëpia juaj atë energji pozitive që lëshon Aurora. Dhe duke e dëgjuar e kupton që këtu e bëri efektin yoga që të bëjë Aurora, sepse mënyra e komunikimit ka të bëjë shumë me instruktoren dhe të imponon atë energjin pozitive. Ndiqeni një kurs të tillë. Kushtet janë, programi është i plot, kemi 2 programe ku Aurora i shpjegoi ato, mund të zgjidhni njërin prej tyre. Kontaktoni fillimisht, provoni dhe ajo që është edhe ajo shumë e rëndësishme është do të gjeni një atmosferë vajzash grash të mrekullueshme. Do kënaqeni, domethënë, nga prezenca e tyre. Gjatë orëve të mësimit kuptohet asnjë fjalë nuk flitet, ne asistuam, ishte reportazh që ishte më përpara, do një përqendrim total, por është vullnet i mirë që të ndihmojmë njëra tjetrën në ambiente të tilla. Aurora, unë të përgëzoj shumë për këtë iniciativë që ke marrë dhe përgëzoj edhe për faktin që je kthyer në vendin tënd, në vendinjen tënde për të kontribuar për këtë vend. Po. Sepse fare mirë me të dhënat e tua, me arsimimin tënd, mund të merr edhe një pagë shumë të kënaqshme në Itali dhe të qëndroj atje, po ti zgjodhe Shqipërinë. Disiplina joga sjell edhe ndërgjegjësimin dhe kjo është synimi i saj, të na ndërgjegjësoj. Gjatë viteve 2 viteve të studimit në akademi, unë akoma nuk e kisha menu më ardhë. Po. Por sa ma shumë që unë isha e futën të kërrugtim diçka lidhni mbrana me jetë, ishte një ndjesi jo me adetarisëm, por ishte me një ndjesi shërbimit. Shërbimit të dhanjes, me dhanë diçka, shërbimit me dhanë diçka, dhe unë e niva vetin gati ta ndaj këtë shkencë, yoga është shkencë, dhe nuk e kam, pse vetëm e kam studiu, por e kam nga eksperienca. E bi këtë pra nga eksperienca jame personale dhe unë jam shemulli i asaj që baj. Jam, si thove? Qartë, një model, pra ku keni dëshmi më të qartë, sa të gjithë këte ka nga eksperjenca vetë personale, por që këtë eksperiencë personale e vurin në shinat e studimit, se këto të dyja duhet të shkojnë bashkë. Duhet të shkojnë bashkë, po. Ne do ta justifikojmë Aurorën, e cila për vite të tëra ka folur italisht dhe më pëlqen, se nuk bën një përkthim në shqip të zakonshëm, po gjen atë fjalën e kulturuar eksakten për ta ndërtuar aq bukur fjalin, dhe unë i kërkoj ndjes ndoshta teleshikuesët të cilët janë mësuar. Ja jam mësu me këtë stilin tim, që flas pa pushim dhe që nuk e mbulgojnë asnjëherë, por që, okej, është në natyrën e individit për qenë ekspresiv.
Mirë, ne do kalojmë në një material tjetër në emisionin Arom Shkodre, është banda muzikore The Door, e cila para pak kohësh festoi 20 vjetorin e saj. Wow. Është një band fantastike që ndihmon kryesisht personat me aftësi ndryshe. Wow. Ata janë miq të mrekullueshëm në familjen The Door, të cilët për 20 vitesh fale dhe ndihmesës të dhënë nga disa miq të mrekullueshëm norvegjez kanë ngritur një band muzikore, ku secili ka rolin e vet në band dhe të gjithë së bashku realizojnë muzika të mrekullueshme që i ka vendosur ata në konkurimet e bandave dhe në konkurime në Norvegji, ndër bandat më të mira që kanë performuar, arrin të luajnë pjesë muzikore me famë ndërkombëtare pa llogaritur dhe këngët shkodrane. Ne u ndodhëm në këtë ceremoni dhe dëshirojmë që këtë ceremoni, ndryshe nga një kronike vogël që vjen vetëm për 1 minutë e gjysmë, ne dëshirojmë të jepim një reportazh të plot e ta sillim për të gjithë teleshikuesit si një vlerësim për këta miq tanë, po ashtu edhe për drejtuesit e The Door, zotin Kastriot Faci. Ndjekim reportazhin dhe kthehemi në studio. Banda muzikore The Door u krijuar në vitin 2005 si një përpjekje e zotit Fall Bak nga Norvegjia dhe zotit Kastriot Faci, menaxheri i OJF The Door. Konsiderohet nga shumë prej të rinjve të këtij grupi dhe prindërve të tyre si ëndra që u bë realitet. Kohëzgjatja prej 20 vitesh dhe cilësia gjithnjë në rritje performancës së instrumentistëve vulozë dhe suksesin e këtij projekti. Prej disa vitesh grupi muzikor The Door për persona me aftësi ndryshe ka gjetur edhe mbështetjen financiare dhe logjistike të Bashkisë Shkodër dhe Shkollës Dëshmore të Prishtinës. Pjesëmarrja në festivalin e trupave muzikore në Norvegji për personat me aftësi të kufizuar është arritja më e lartë e këtij grupi muzikor. Është prezantuar me repertore muzikore nga më të larmishmet, pjesë muzikore nga vendi ynë dhe bota, dhe ka performuar në mënyrë shumë cilësore. Aktualisht banda muzikore The Door ka në përbërje afro 30 të rinj të organizuar në 2 grupe, grupi të avancuarve dhe grupi i instrumentistëve fillestar. Dirigjent aktual janë profesor Bepin Vjerdha, Fatjon Tanazi dhe Bujan Topalli. Kush e di sa prova janë bërë për gjatë 20 viteve në bandën muzikore The Door Albania. Më datën 29 shtator 2025 në mjediset e brendshme të stadiumit Loro Boriçi në Shkodër, u zhvillua aktiviteti festiv për 20 vjetorin e themelimit të trupës muzikore për persona me aftësi ndryshe, organizuar nga OJF The Door Albania. Aktiviteti u hap me pjesë muzikore nga banda, duke sjellë emocione dhe duartrogitje të gjata nga të pranishmit. U përcollën fjalë zemre që krijuan një ndjenjë nderimi dhe respekti për këta miq artistë. Një moment i veçantë ishte ndarja e çmimeve. Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër, Edmond Dou, i akordoi bandës titullin Nderi i Qarkut Shkodër, ndërsa ju dha edhe çmimi i mirënjohjes për Kastriot Facin dhe Bepin Vjerdha për rolin e tyre në krijimin dhe mbështetjen e këtij formacioni muzikor. Aktiviteti në kuadër të 20 vjetorit shërbeu si motivim për vazhdimin e punës në shërbim të artit dhe përfshirje sociale në Shkodër. Ne dëshirojmë të japim një përmbledhje të aktivitetit, i cili la mbresa të shumta tek të pranishmit dhe dëshmoi autoritetin e padiskutueshëm të kësaj bande muzikore, e cila buron mirësi, por edhe profesionalizëm. Sot është një ditë e veçantë për Qarkun Shkodër. Në këtë ceremoni ne nuk po shpërndajmë thjesht tituj dhe certifikata. Sot po nderojmë një histori të jashtëzakonshme, një shembull frymëzues se si arti dhe dashuria për njeriu mund të ndryshojnë jetë. Që për vitin 2004, kur themelua trupa muzikore The Door, me mbështetjen e miqve tanë norvegjez, me përkushtimin e organizatës vendase The Door, Shkodra fitoi jo vetëm një trup muzikore të re, por gjitha fitoi një model të shkëlqyer integrimi dhe solidariteti. Në një kohë kur shumë prej këtyre fëmijëve të rinjve, me aftësi ndryshe, nuk kishin ndoshta shërbimin e duar social, kjo trup u bë një dritare e hapur, një mundësi për të treguar talentin, për të fituar besimin
dhe për të ndjerë si janë pjesë e pandashme e komunitetit tonë. Trupa muzikore dhe dorë ka dëshmuar ndër vite se muzika nuk një kufi, as dallime. Me performancet e saj jashtë Shkodrës, qytetit tjera Shqipërisë, në Kosovë e deri në Norvegji, ajo ka përquar në mban imazhin e bukur të Shkodrës sonë. Një qytet që e do artin, respekton kulturën dhe i çmon vlerat njerëzore. Përmes çdo koncerti, prove apo aktiviteti, kjo trup ka dhënë një mesazh të fuqishëm se aftësia e njeriut për të krijuar, për të gëzuar e për të shpërndarë dashuri është më e madhe se çdo kufizim. Pikërisht, për këtë arsye, Këshilli i Qarkut Shkodër ka vendosur të nderojë trupin muzikore dhe dorë me titullin lartë vendor, Nderi i Këshillit të Qarkut. Një titull që simbolizon respektin e komunitetit tonë për një histori që na ka bërë krenar të gjithëve. Një falënderim i posaçëm shkon për ata që me përkushtimin e përditshëm e kanë mbajtur gjallë këtë trup dhe janë bërë shtyllat e saj. Për këtë arsye, Këshilli i Qarkut Shkodër do akordoj certifikatën e mirënjohjes për zotin Kasrot Faci, menaxher i palodhur i organizatës dhe dorë, mbështetës kryesor i trupes muzikore dhe dorë, i cili me vizion, me vullnet ka garantuar vazhdimsinë e këtij shërbimi dhe ka mbështetur atë në mënyrë vullnetare dhe të pandërprerë. Si dhe për profesor Betin Vjerna, i cili me profesionalizëm, dashuri për muzikën, për kushtimin e pashoq, ka udhëhequr brezat e tërë muzikantësh dhe ka treguar se arti është ura më fort e integrimit. Duke ju nderuar ju sot, ne nderojmë gjithashtu dhjetra prindër, mësues, vullnetar dhe mbështetës, të cilën ndër vite e kanë kthyer këtë trup në një familje të madhe. Le të jetë kjo ceremoni një kujtesë për gjithë se vlerat njerëzore, respekti për tjetrin dhe dashuria për artin janë pasuria më e madhe që një komunitet mund të ketë. Sot Qarku i Shkodrës është më i pasur fal jush. Ju falenderoj. Me këtë motivacion, për kontributin e vyer artistik dhe shoqëror të kësaj trupe muzikore që ka promovuar për 20 vite me radhë barazin, dinjitetin njerëzor dhe fuqinë e artit, si mjet për përfshirje, solidarizim dhe frymëzim në komunitetin e Qarkut ton, në mbar vendin dhe jashtë. I jepet ky motivacion si nder i Qarkut Shkodër, trupes muzikore dhe dorë Albania. Certifikat mirënjohje zotit Kasrot Faci për kontributin e tij të çmuar dhe vullnetar që nga themelimi dhe zhvillimi i trupes muzikore dhe dorë Albania për persona me aftësi të kufizuar, duke shndërruar atë në një model suksesi të integrimit social në vend dhe më gjerë, si dhe në një krenari të veçantë për Qarkun Shkodër. Certifikat mirënjohje për zotin Bepin Vjerdha, drejtues muzikor i trupes muzikore dhe dorë Albania, për kontributin si drejtues muzikor duke udhëhequr breza fëmijësh dhe të rinj me aftësi ndryshe, duke bërë muzikën një mjet të fuqishëm për integrimin social dhe kulturor të Qarkut tonë. Është një kënaqësi e madhe me punu me këto fëmijë. Kjo nuk është banda që e ka ba vetën Bepi, por e ka ba një trup krejt komplet, të cilën të i fillu qysh me menaxherin, i hen radhë parë Fal Baken, i cili është i vetmi person që na ka pru të gjithë veglat dhe që na ka ba për me mujt për me ba këtë lloj shfaqjet. Gjithashtu menaxheri është i mrekullueshëm, nuk ka kush në Shqipëni më mërmendja si është ky menaxher i mrekullueshëm, në pana fond dhe në pana gjanat. Ndoshta gjej edhe momentin që tërheku paksa vëmendjen aty në njerëzve që kanë gjanën dorë, po që fati ka pru që mas me pas një problematik të tillë, një fëmijë me aftësi ndryshe ose aftësi të kufizuar, duhet ta themi më mirë sepse kështu është edhe termi
ligjor që të bajnë pak më tepër, të bajnë t'japin nga vetja, sepse është mundësia atyne. Hapni derën, mos e mani myll, hapni derën, krijoni mundësi, sepse jeta është shumë e shkurtë. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur për 20 vjetorin e bandës Dodor. Ju uroj miqve tanë shumë suksese dhe do të ndjej gjithmonë në udhëtimet e tyre dhe në shfaqjet e tyre kudo që ato qofshin, se e meritojnë, janë shumë të talentuar dhe shumë të mirë. Aurora Njerësh, falenderoj edhe ty që ishe me ne në emision Arom Shkodre. Unë do të vi të bëja të regjistrimin, pra dhe njëherë do të vi tek studioja jote, të gjithë ata që ju ka ikur ajo momenti që ne tham adresën Yoga Aurora në Instagram, klikoni aty, kontaktoni me Aurorën, mund të bëni regjistrimin. Mund t'i përcaktoni ju se cilin program do të ndiqni, apo sa herë në javë, pra ka rregulla që të diskutohen më gjërë me Aurorën, por unë do t'ja këshilloja këte nga studia emisionet e Arom Shkodrës, do të keni rezultate fantastike. Do merrni me një sport, ndryshe nga shumë sporte të tjera, disiplinat të tjera, që kanë kosto dhe gjëra shumë të vështira, jo uniforma, jo mjetet, jo kjo, investoni të ana shpirtërore dhe ana fizike trupit tuaj. Pra ju investoni, pa blerë për të investuar, pra vetë ju me energjin që do fitoni nga yoga. Mjafton vetëm ata dhe tapeti e kanë gati. E kanë gati, tapetin e kemi. Po. Okej, unë do vizë vetë aprovoj, kështu që të pres. Do shikohemi në do një emision të radhës, kur unë të them çfarë problemi kisha në fillim dhe a e zgjidha unë këtë problem. Pra, unë të bëjmë dëshmitare e kursit tënd. E lëm kështu? Patjetër, unë të pres. Me shumë dashuri. Me shumë kënaqësi dhe unë të vi. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30 dhe deri atëherë sa takohemi të premten e ardhshme, po kemi ca plane edhe më të bukura që po i realizojmë, po i bëjmë, po i sillim në emisionin Arom Shkodre. Natën e mirë.